E thellë është kështu me të ditin maj. Kjo mund të këshiret të shiqohet, të analizohet, të shifet kalimi i kufinit Maqedonës shqiptar ka Kosova. Dhe me çfarë veture kanë udhëtu bashk kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe muftiu i Shkupit Ibrahim Shabani. Dhe ku kanë shkua? Nuk kanë deportuar thellë në Kosovë. Kanë shku në fshatin Seçisht. Te do ti një kushëri i liderit politik dhe atje kanë diskutuar gjëra gjatë së bashku me kryetarin e komunës së Studeniqanit, Azem Sadiku. Por unë kam informata ma heret se në thot 8 muaj është punu, permanent dhe vazhdimisht. Kontaktet kanë qenë kontaktet të mshefta, kontaktet të natës, në për lokale të cilat kanë qenë të mbrojtura prej opinionit. Prandaj, kjo punë, por nuk do në të thotë se pas ka pas disponim ai lider politik i cili shpeshherë në për vende publike ka thonë se unë e kom sjell Sulejman Rexhepin dhe unë e shkarkoj. Me di që ai në një moment ai më ka sjell, jo që nuk duhet jem rej Sulejman, po nuk kisha qenë asnjëri, s'duhet jem asnjëri. Sepse askush i mu nuk ka mujt me mësill përveç vullnetit të delegatëve, të përfaqësuesve të Bashkisë Islame në 13 shtillat e saja. Në 13 muftinit e Bashkisë Islame. Prandaj, ai asnjëherë nuk ka sill dhe asnjëherë nuk ka shans të rrezikon pozicionin e legitimitetit tim si Sulejman Rexhepi. Mirë po, si duket këto është puna dhe ma thellë, për arsye se ne kemi të dhëna, kemi të pame, ku janë të involvuar edhe shërbimi inteligjencës, që quhet sot me shprehjen e kohës, me shprehjen moderne. Dhe problemi është e kretati, e shifni ju, sot të ditë, punëtorët e riasetit të Bashkisë Islame jetojnë të robruar, të privuar nga liria.